drejtat të cilat nuk i dije që i kishin në Gjermani. E para, e drejta të pyesësh kolegët mbi pagat e tyre. Në kompanitë të cilat janë mbi 200 punëtor, atëherë është lejuar. E dyta, e drejta për çerte ose kita ndryshe, çdo fëmijë pas moshës 1 vjeçare ka të drejtë për një vend në çerte, në të kundërt nëse nuk ka vende, mund të padisë në qytetin. Ka patur prindër të cilët kanë fituar deri në 23.000 euro. E treta, 15 ditë të paguara kur fëmia juaj sëmuret. Nëse ndodh që fëmia juaj sëmuret, gjatë një viti keni të drejtë të merrni 15 ditë leje. Këto ditë paguhen, vlera në fakt është 90% e pagës bruto dhe këto nuk prekin pushimet tuaja në total. E katërta, kontrata juaj e punës duhet të jetë origjinale, e firmosur dhe e mbulosur, jo me email. Nëse punëdhënësi juaj nuk e ka, atëherë gjobitet deri në 2.000 euro për këtë shkelje. E pesta, të thuash jo për orare shtesë. Në Gjermani, nëse nuk e përfshin kontrata, punëdhënësi nuk ka të drejtë të kërkojë orë shtesë. Në këtë raste, mund të gjobitet deri në 15.000 euro. Dhe e gjashta, 20 ditë leje vjetore. Në Gjermani, mesatarja shkon nga 28 deri në 30 ditë në total. Nëse smureni gjatë pjesës së pushimeve, atëherë këto ditë nuk quhen të shpenzuara.